Në një përditësim nga stërvitja para dislokuese e misionit të KFOR 36, Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu shpreu mirënjohje dhe mbështetje të plot për efektivet e batalionit komando të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, të cilët janë duke zhvilluar trajnime intensive në terren. Vëngu theksoi profesionalizmin, disiplinën dhe gatishmërinë e ushtarëve të Shqipërisë, cilësi kyçe që sipas tij kontribuojnë në misionet e NATO-s dhe sigurinë kolektive. Ai rikujtoi se përkushtimi i trupave shqiptare në KFOR është një shprehje angazhimit të vendit ndaj paqes dhe stabilitetit në rajon dhe më gjerë. Vëngu nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit me aleancat ndërkombëtare dhe vlerësoi rolin aktiv të Shqipërisë në operacionet e NATO-s, duke theksuar profesionalizëm, disiplinë dhe gatishmëri aty ku kërkohet më shumë. Përmes këtij misioni, forcat armatosura të Shqipërisë demonstrojnë kapacitetet e tyre dhe kontribuojnë në stabilitetin e Ballkanit në kuadër të angazhimit të vendit në NATO dhe paqes ndërkombëtare.